Zëdhënësi policisë rajonale Togeri Shaqir Bytyqi me rastin e fundvitit dhe festave të shumta që organizohen si dhe kthimi të bashkëdhetarëve tanë. Ai pohon se tashmë ne si polici rajonale kemi disa apele që të mos lejohen shtëpitë vetëm, pastaj gjërat me vlerë mos të jenë në vende të dukshme. Të dihet arsyeja dhe të ketë parasysh edhe zbatimin e vendimit të kryetarit të komunës së Prizrenit lidhur me përdorimin e fishek zjarreve, sepse pastaj do të pësojnë dënimet. Tani janë ditët e fundit të vitit vitit 2025 dhe gjatë këtij fund viti përveç që është ulë vitet qytetarë, neve na kanë ardhur familjarë të ndryshëm nga diaspora dhe me këtë rast kemi shumë organizime të festimeve, qoftë në vende publike apo në ambiente familjare. Policia është angazhuar me kapacitet të plotë që të kujdeset për rrugën e rendit, qetësisë dhe sigurinë të gjithë qytetarëve. Po është me rëndësi të cekë se siguria është përgjegjësia të gjithë neve së bashku, andaj ne kemi disa mesazhe për qytetarët, duke marrë parasysh që duhet të kujdesim të gjithë së bashku për sigurinë. Së pari, në këto kohë festash, është mirë që dhe lëvizje të mëdha të qytetarëve është mirë se secili nga ne të kujdesemi për pronën tonë, të kujdesim të mos i lëmë shtëpi dhe automjetet pa mbikëqyrje, të mos marrim gjëra me vlerë dhe të lëmë në vende të dukshme apo pa kujdes. Është me rëndësi secili për veti të kujdeset dhe për të tjerët. Çështja tjetër është me rëndësi të theksohet se është traditë që gjatë fundvitit të përdoren mjete piroteknike, fishek zjarre të ndryshëm. Përdorimi i këtyre fishek zjarreve pa përgjegjësi dhe pa kujdes mund të ketë pasoja të mëdha. Po kështu ai ka theksuar se bashkëdhetarët duhet të kenë kujdes për sjellje sa më praktike në rrugë, si dhe kujdes të shtuar për pasuritë e tyre dhe veturat e tyre. Unë kam marrë një vendim që mos përdorimi e tyre, atëherë është mirë që të respektohet vendimi i komunës, por edhe të ketë kujdes edhe kur është lejuar përdorimi i tyre të mjete piroteknike, të kemi kujdes që të përdoren me përgjegjësi edhe nga njerëz që kanë njohuri për to, për shkak se në të kaluara kemi pas edhe pasoja nga këto. Çështja tjetër me rëndësi është të cekë se duke marrë parasysh që është fund viti, është koha festave, edhe përmendëm herë që ka organizime të ndryshme, mbrëmje, koncerte. Atëherë kërkojmë nga qytetarët që të përfillin dhe të respektojnë rregullat dhe rregullore që kërkohen nga organizatorët dhe nga policia, me qëllim që të mos ketë incidente apo probleme gjatë këtyre ngjarjeve. Po kështu uroi që viti i ri 2026 të jetë vit i sukseseve dhe viti të mirave për gjithë qytetarët e Prizrenit të Kosovës. Hyni përbashkët më ishte që të kenë kujdes gjatë këtyre viteve dhe përfundimisht ajo që mund të themi urime dhe gëzuar festat. Ju urojmë një vit të mbarë dhe plot mbarësi vitin 2026.